Për të shkarkuar Alp Kanale IPTV në telefonat Android na duhet brauseri i Google Chrome ose çdo lloj brauseri tjetër që mund të ketë telefoni juaj. Procedura është e njëjtë për të gjithë telefonat Android. Fillimisht duhet t'u sqarojmë që versionet e fundit të Android, në telefonat e rinj është shtuar një opsion që quhet Auto Blocker. Mbase jo të gjithë telefonat e kanë këtë opsion, por ne për të qenë të sigurt shkojmë ta aktivizojmë. Hapim Settings. Për ta gjetur lehtësisht, shkojmë tek ikona e kërkimit dhe shkruajmë Auto Blocker. Klikojmë tek Auto Blocker dhe e aktivizojmë këtë opsion që telefoni të na lejojë instalimin. Nëse nga kërkimi nuk ju shfaqet opsioni Auto Blocker në telefonin tuaj, atëherë s'keni gjë për të aktivizuar dhe jeni në rregull. Kthehemi pas. Hapim Google Chrome ose browserin tuaj të telefonit. Shkruajmë linkun e shkarkimit. shkarko.alpkanale.net. Nëse ky link nuk ju hapet, atëherë kontaktoni me ne për të marrë link tjetër. Sapo shkarkimi të përfundoj, klikojmë mbi failin që shkarkuam, të cilin gjithashtu mund ta gjejmë edhe tek Downloads. Nëse na shfaqet një tabel që nuk kemi lejuar Unknown Sources, klikojmë Settings dhe aktivizojmë lejen për browserin. Nëse ky njoftim nuk ju shfaqet, vazhdoni pa problem. Tani klikojmë Install. Pasi instalimi të përfundojë me sukses, aplikacioni shfaqet në listën e aplikacioneve të instaluara në pajisjen tuaj. Shikim të këndshëm.